Me që jemi tek pandëshkueshmëria, në fakt ka ndodhur që shumë, le të themi, dëshmitar të një ngjarje, pa marrë parasysh këtë rast, hezitojnë të tregojnë se çfarë ka ndodhur apo se çfarë kanë parë. Po, qëndron, është e vërtet, askush nuk dëshiron të jetë dëshmitar në vetë të parë, edhe kur është i tillë, sepse nuk ka sigurinë se duke dëshmuar në favor të zgjidhjes së një enigme, në favor të zgjidhjes së një situate, në favor të drejtësisë, nuk ndjen të sigurt qoftë në jetën e tyre individuale, qoftë edhe për jetën e familjarëve të tyre. Sepse e shikojmë këtë gjë, që askush nuk dëshiron, domethënë, të jetë bashkëpunëtor në të mirë të drejtësisë dhe në vend të së drejtës, për aq kohë sa ndjet i friksuar për sigurinë e vet. Kjo nga njëra. Nga ana tjetër nuk hezitojnë të bashkëpunojnë apo të japin ndihmë për shkak se kanë parë situata të tjera, të mëparshme, ku dikush ka qenë vërtet kontribues, por me kohën ose ka mbetur, le të themi, peng i gjyqeve të gjata që nuk përfundojnë asnjëherë dhe seancat pa mbarimta, dhe po ashtu kanë parë, domethënë, që edhe ai apo ajo është ndjer në një çast të caktuar i pasigurt për veten. Dhe për të kaluar te sociologjia, ne këtë dukuri, ku njëri pret nga tjetri dhe kur janë të pranishëm në një skenë,